Shqiptarët e Amerikës nderuan veprën e Joe Dioguardit dhe Shirley Chloe Dioguardit. Në Yonkers, në New York, shqiptarët e Amerikës, kryesuar nga Liga e Qytetarëve Shqiptare Amerikane, me mbështetjen e organizatave dhe shoqatave shqiptare, organizuan një ceremoni festive në nderim të kontributit të Joe Dioguardit dhe Shirley Chloe Dioguardit për çështjen kombëtare shqiptare. Nderimi erdhi në ditëlindjen e tyre të 85 dhe të 75 si një mirënjohje mbi 36 vite angazhim të pandalshëm në mbrojtje të interesave të shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara në trojet etnike. Në këtë mbrëmje u shfaq dokumentari Një jetë kushtuar lirisë, kushtuar veprimtarisë të Ligës Qytetare dhe rolit historik të Dioguardit në sensibilizimin e institucioneve amerikane për Kosovën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vlerësoi përkushtimin dhe vizionin e tyre, duke veçuar lobimin ndaj presidentëve Bill Clinton dhe George Bush për çlirimin e Kosovës. Ai udhëroi Joe Dioguardit një helmet i lirë dhe librin për Skënderbeun, ndërsa Shirley Dioguardit një punim në filigram nga mjeshtrit e Kosovës. Agim Aliçka dhe organizatorët falenderuan për kushtimin e tyre në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë dhe në trojet etnike. Dr. Emil Berisha, kryetari i Federatës Fatra, vlerësoi Dioguardët patriotë shkëlqyer dhe propozoi që emrat e tyre të simbolizohen me Kosova dhe Shqipëria. Christopher Highland dhe Edward Cox theksuan rolin e tyre në Senat dhe në Kongres për Kosovën, duke i quajtur model integriteti e pasioni. Gjithashtu mbajtën fjalime përshëndetësve Tat Gashi, David Tubiolo, Diamant Hysenaj, Marko Kepi dhe përfaqësues të mërgatës shqiptare e komunitetit shqiptar të Teksasit. Në këtë fest u kujtuan dhe sakrificat e vëllezërve Bytyqi dhe të Batalionit Atlantikut. Gjithëforcit e konsideruan Joe dhe Shirley Dioguardin si figurat të ndritorit të historisë kombëtare shqiptare, që me punën e tyre në Washington i dhanë zë çështjes së Kosovës dhe aspiratave të shqiptarëve për liri e pavarësi. Ceremonia u mbyll me një mesazh mirënjohje të fortë për shqiptarët e Amerikës që do të kujtojnë gjithmonë Joe dhe Shirley Dioguardit si miq dhe kampion të lirisë së tyre.